Përshëndetje të gjithëve, po bëjmë intervistën pra ndeshjen Partizani Egnati që luhet në stadiumin në Tiranë. Për më shumë, për gjithë kësaj jave, kemi trajnerët e Tova për të gjitha çfarë do doni. Hiq edhe një herë. Egnati është ndër skuadrat me mbrojtjen më të fortë në kampionat. A do të vazhdoj filozofia juaj të mbetet tek ekuilibri mbrojtje-sulm? Sigurisht që do të vazhdoj, normalisht që siç e thatë dhe juve, ne mbrojmë në skuadër, po ashtu sulmojmë në skuadër. Gjithë ajo që po na mungon ose po themi që po çdojmë është ritmi, që mendoj që ajo sigurisht përshtatet edhe me terrenin, por mendoj që do të kemi përmirësime. Partizani ka një sulm shumë dinamik. Si mendoni ta neutralizoni këtë armë të kuqve, të cilët janë edhe me trajner të ri? Mendoj që Partizani ka një skuadër të mirë, sigurisht veçohet sulmi, treshjes Kuka, Iskandali dhe Da Silva, për së fundit, pak nga ndeshja e fundit, sigurisht që janë një sulm i mirë, por megjithatë ne mendojmë që do të kemi marrë masat përkatëse. Nëse përdorni një fjalë për këtë ndeshje, si do ta përkufizoni? Test, sfidë apo mundësi? Mendoj që është ndeshje rradhe, asgjë më shumë, sepse ne me këtë rival do të ndeshemi edhe 3 herë të tjera. Faleminderit. Faleminderit dhe juve. Profesor Tetova, si e keni përgatitur skuadrën për përballjen me Partizanin, një rival direkt i juaj për objektivat madhor të sezonit? Sigurisht ndeshje e vështirë, luajmë nga rivali direkt. Është ndeshje që do të jemi shumë të kujdesshëm. Partizani vjen nga një fitore jashtë fushës, kështu që vjen me një moral të lartë, plus që ka dhe nevojë për pikë. Mendoj që do të jetë një ndeshje e kujdesshme. Çfarë peshe ka kjo ndeshje në aspektin psikologjik, duke qenë se zhvillohet në Tiranë dhe përballë një kundërshtari tradicionalisht të fortë në shtëpi? Siç e thash, luajmë ndaj Partizanit, një ekip i titulluar, në momentin ku ndodhet ose po themi në pjesën ku ndodhet në tabelë, sigurisht që nuk e meriton atë vend, ka përbërje lojtar shumë të mirë, kështu që siç e thash, do të kemi një ndeshje të kujdesshme.